Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini përsëri në kanalin tim. Nëse po kërkoni një mënyrë për të konservuar dardhat pa përdorur sheqer të shtuar apo konservues, kjo recetë është pikërisht ajo që ju nevojitet. Është një lëng i dëndur me shije të plotë dhe i sigurt për të ruajtur gjatë gjithë dimrit. Si e shikoni, dardhat unë i kam të kopshtit tim, i lajm në ujë të bollshëm dhe më pas do t'i presim dhe do t'i vendosim në një tenxhere ku më parë kam shtuar ujë. Sa po të prihen dardhat, menjëherë vendose në ujë që të ruajnë ngjyrën. Si e shikoni, po i pastroj vetëm nga pjesa e brendshme, pa ja pastruar lëkurën. Gjithmonë dardhat duhet të jenë të mbuluara me ujë. Si e shikoni, nuk e ka ndryshuar as pak ngjyrën. Thjesht janë të mbuluara plotësisht me ujë. I zjejmë në zjarr mesatar për 20 minuta. Unë mbusha 2 tenxhere me dardha, të cilat i zjeva. Si e shikoni, janë zbutur mirë. I lëm të ftohen pak dhe më pas i kalojmë në blender. Dardhat tashmë të zjera i kthejmë të gjitha në lëng. Pare mirë, bluarjen mund ta bëni edhe me frulator. Për pak sekonda është gati. Me që unë nuk ja pastrova lëkurën, do t'i kalojmë në sit që e gjithë lëkura të ngelet sipër. Edhe kjo kullonja e makaronave bën punë në këtë recetë. Si e shikoni, i gjithë lëngu kaloi poshtë, ndërsa pjesa e lëkurës qëndroi sipër kullonjës. Kështu do vazhdojmë radhë me të gjitha dardhat, duke i bluar në blender dhe duke i kaluar në kullonjë. E mbushëm tenxheren sërish plot, shikoni dëndësia e lëngut, duket perfekt. E rikthejmë në zjarr duke i shtuar edhe lëngun e një limoni. Natyrisht që mund t'i shtoni erëzat që ju dëshironi, kësaj recete i shkon shumë mirë edhe kanella, karafili, borziloku, por unë dua të shijoj vetëm atë shijen e mirë të dardhës, pa ja prishur fare aromën. Edhe tenxherës së dytë po i shtoj lëngun e limonit. I rikthejmë në zjarr për 5 minuta, nëse krijohet shkum sigurisht që duhet pastruar. E lëm të ziejmë për 5 minuta. Dhe më pas, kështu të nxehtë si e kemi nga tenxheria, do ta vendosim në shishe. Natyrisht që kapakët duhet jenë të rinj, edhe të vjetrit ndonjëherë bëjnë punë, por thjesht duhet t'i shikoni, t'i provoni, që të ngecin në filetim. I mbushim të gjitha shishet e qelçit, i vendosim kapakun, i lëm me kapakun poshtë derisa të ftohen plotësisht. Dhe duket nëse kanë marrë ajër, kapaku hapet. Ndaj është i rëndësishëm kontrolli një nga një të gjitha shishet. Ja, dëndësia e lëngut duket perfekt. Tani në verë shijon shumë, por edhe në dimër unë po i shtoj kube akulli, edhe i gjethen energjiku ose mende, pse jo edhe në një fet limoni. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like, të lini një koment se si e përgatisni ju lëngun e frutave dhe të bëni subscribe për recetën e radhës. Ju falenderoj nga zemra që më ndoqët dhe miru të qofshim në videon e radhës. Me dashuri nga kuzhina ime.